Një nga studentet që 20 vjet më parë mori pjesë aktive në lëvizjen e dhjetorit në Shqipëri, i tha Zërit Amerikës se është e zhgënjur me nivelin e lartë të korrupsionit në vend. Mimoza Feraj, e cila jeton në shtetin e New Jersey-t, këtu në Shtetet e Bashkuara, u intervistua nga kolegu ynë Ilir Ekonomi. Zonja Feraj, ju ishit ndër më aktivet 20 vjet më parë kur ndodhi përmbysja e madhe. Si qëlluat që ju ndodhët në radhët e para të lëvizjes studentore në atë kohë? Çdo njeri ka një heroj quhet që të mëson dhe të edukon. Ai ka qenë baba im dhe mamaja ime. Baba im më dinte që kur ka qenë në brigadën e 5 sulmuese i premtuan që do të hanin me lug floriri, por kjo ishte një zhgënjim i madh, se ata u nisën si adetar, si gjithë partizanët e tjerë dhe adetarizmi këtyre u shndrua në komunizëm dhe ai vetë nuk e shpjegon. Dhe ai thoshte gjithmonë, kjo s'është demokracia për që luftuam ne në luftën e dytë botërore. Dhe unë si bie e tij dua të çoj në fund dhe desha të çoja në fund atë për të cilën zhgënjyen babain tim dhe gjithë partizanët e tjerë në luftën e dytë botërore. Dhe më shpjegoni lutem, në atë kohë kur filloi lëvizja studentore, edhe frika duhet ishte e madhe, si mendoni? Ishte për eliminim fizik. Kur unë kërkova takim në 20 ministrat në godinën time ku unë jetoja, filluan studentët në qytetin studentin, në godinën 11 unë jetoja aty, dhe këtë takim për 20 ministra unë e kërkova në një grup studentësh për çështje politike. Studentët filluan të thoshin jo kërkojmë për ujë, për ashtu, por unë i dash një drejtim tjetër. I them 20 ministra dhe Adil Xhaçanit që pushteti juaj është qelbur si peshku nga koka dhe juve këtu mashtroni që thoni do t'i realizojmë këto kërkesa ekonomike, se problemi i Shqipërisë nuk është te studentëve ekonomik, është problem politik. Dhe ata do të ishin të përgjegjshëm për brezin ton dhe brezat që do të vinin, sepse unë e para si nën dhe si intelektuale para që do dilja pas për një vit, unë nuk do të lindi asnjë fëmijë të shërbente këtij pushteti të qelbur. Pra, studentët në atë kohë nuk ishin të qartë nëse thelbi i problemit ishte ekonomik ose politik, dhe më duket se ju e ngritët këtë edhe në takimin me Ramiz Alin. Po, studentët u nisën për ekonomik në fillim fare, në godinën në datën 8. Unë i dash mua atje në mes të 20 ministra dhe Adil Xhaçanit i dash drejtim politik, sepse i thash që pushteti juaj ka marrë fund. Dhe në takimin me Ramiz Alin, po të shikoni është 3 orë ca, unë ka bërë një polemik të fuqishëm dhe kërkoja pluralizëm në Shqipëri dhe krijimin e një partie studentore të dytë në Shqipëri. Uçmin demokraci është politik. Kur një kërkon një parti është politike. Sot nuk e lë monizmin të jetoj vetëm. Zonja Feraj, në atë kohë ju rrezikuat me parullën e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Sa është bërë Shqipëria si gjithë Evropa sot? Më fal Ilir, ka mundësi të vazhdoj çik më tutje, se s'ka qenë vetëm e parullës kemi hedhur. Ne kemi hedhur për liri, demokraci dhe kemi kënduar këngën më e mira Shqipëri. O djembrën beni pushkët, ja vdekja liri. Këto shprehje Ilir çfarë të tregojnë ty? Ne po venim për një demokraci, për të drejtat e lirisë të çdo njeriu, për të drejtat e pronës janë themelet e demokracisë, dhe për cilën dhe sot unë nuk po e ndjej dhe nuk po e shikoj në Shqipëri dhe jam shumë e zhgënjur. Pra ju jeni e zhgënjur. Shumë e zhgënjur. A do të shkoni në 8 dhjetor në Shqipëri për të festuar për vjetor kaq të rëndësishëm? Ilir, të bëjmë pyetje, unë çfarë nusja demokracisë da zemi ishte dhëndri. Si mendoni, duhet të jem në dasmën time dhe ta festoj 20 vjetorin University që tonë në Amerikë. Është 20 vjetori martesës time me Azem Ajdarin dhe me demokracinë. Si mendoni, duhet të jem atje apo jo? Pra ju do të shkoni në Shqipëri? Patjetër. Në qoftë se ju për vjetori dasmës time. Në qoftë se ju do të ktheheni përfundimisht në Shqipëri, le të them jo kësaj radhe, por një ditë tjetër. Cila do të ishte gjëja e parë që do të bënit ju? Luftë kundër korrupsionit. Jo sepse e zgjidh këtë, sepse të gjithë po thonë që të gjithë që korrupsioni ka arritur në high level në Shqipëri, në të nivelin më të lartë. Unë nuk merrem me çfarë thonë njerëzit, se puna ime në gjykatën e lartë, unë merrem me çfarë është realitet. Dhe këtë realitet unë e provova me një çështje të familjes time që mu desh të vija në Shqipëri 2-3 herë në vit 2 vitet e fundit. Korrupsioni ishte në çdo level, që nga ai personi më i vogël që kishte një pozicion polici apo sekretare apo ashtu deri tek në nivelet më të larta. Dhe arsyeja që unë do kthehem është që në praktikën time dhe punën time që bëj në Amerikë, unë me parat dhe investimet që kam të mijat, do participoj që të jap një pjesë më të madhe të një pjesë parave të mia për atë të cilën dështoi Shqipëria, sepse Partia Socialiste nuk dha okay me qëllim që të vendosej gjykata administrative. Ishte një projekt i qeverisë amerikane. Unë dua këtë gjë ta bëj jo për Amerikën që dështoi, jo vetëm për atë, për adetarët dhe shqiptarët e mi. Ç'më mendoni për konfliktualitetin e politikës shqiptare sot, për këtë flitet gjithandej?
është një fakt i pamohueshëm që politika shqiptare karakterizohet nga një konflikt shumë i madh. Nga se vjen kjo? Ilir, është mënyrën se si komunikojnë të dyja partitë njëra me tjetrën më vjen turpja më shqiptare ndonjëherë. E para njerë, të dyja partitë, kur ne luftuam për pluralizëm dhe demokraci, ne nuk luftuam për çështje personale. Pluralizmi predispozon që të krijojnë sa më shumë parti me qëllim secili në pozicionin e vet dhe pikpamjet e veta të bëhet diversity quhet Amerikë. Ti bijmë të gjitha bashkë mendimin që ka kjo parti, mendimin që ka partia tjetër, të jedhemi në tavolinë dhe për interesat e popullit tonë dhe interesat e demokracisë së vërtetë në Shqipëri, të gjithë bashkë të gjejmë zgjidhje më të fuqishme. Kjo e para një nuk ka leadership, nuk diskutimet me tërmend të ndihesh edhe një fëmijë nuk i bën ato lloj lufta. Është për çështje personale. Zonja Feraj, faleminderit për intervistën. Faleminderit gjithashtu.